Imam Ebu Hanifja thot se meshin apo fërkimin mbi lidhëse, kur themi lidhëse pa marrë parasysh, thamë në fillim a gipso është, çka tjesën e tjetë? Është vajxhib. Pse vajxhib? Vajxhib e jo fars. Andaj thot, nëse dikush për shembull nuk i ka rënë mes, për ndonjë arsye, për shembull, nuk i ka rënë mes, nuk thuhet se namazin, edhe e ka fal namazin, nuk thuhet 100% domethënë se namazin e ka të prishur. Se argumenti është thot më i dobët. Nuk vërtetohet meshi mbi lidhsen, sikur që vërtetohet me hadith mutawatir, për shembull fërkimi apo meshi mbi meste. Apo kështu më mirë themi, mjafton meshi mbi meste. Ka dallim në argument. Por në përgjithësi dietarët dhe shokët e Ebu Hanifës, nxënësit e Ebu Hanifës, thonë se është fars. Edhe ata argumentohen përveç me këtë hadith, argumentohen edhe me argumente tjera, që do të thotë se ne duhet, sa të kudo të më thonë, të shkojmë ka ajo që është ma me rezervë që është. Ma me rezervë. Pra, cila është më me rezervë, të themi se është e fars, edhe, dhe më thonë, pa tjetër duhet t'japëm mes asaj.